Ushqim, pije, knatësi intime bashkëshortore. Që këtë trinom është emru si përbashkët i krejt gjallësave. Këto nuk e bën veç njeriu. Apo jo? Sepse që kjo është minimumi për me ekzistu një qenje në këtë botë. Du të me hangër, du të me pije dhe du të mu shtu. Du të me rujt lozën e vetë. Që kjo është realiteti i parë. Zoti i Madhreshëm na ka ftu me hjek dorë prej 3 gjanave esenciale për jetën. Po nuk na ka ftu me hjek për herë, na ka ftu me hjek dorë gjatë ditës veç. Realiteti i dytë, vetëm njeriu është qenja që ka aftësi dhe vullnet me hjek dorë për këtyne 3 gjanave duke besu të Zoti i Madhnushëm. Gjallësa tjetër nuk e bojnë këtë aftësi. Një pjesë të tyne munden me hjek dorë instinktivisht, sigur da arushat bardha atje në polin e veriu që flajnë ka 6 muaj. Po ajo është instinkt, nuk e bën ai me vullnet, ai çashtu funksionon. Për jashtu këto gjallësa, i vetmi është njeriu, i cili me besim dhe me vullnet mundet përkohësisht me hjek dorë prej ushqimit, pijes edhe knatësive bashkëshortore se intime. Që kjo është një realitet tjetër, që është mendoj se është i rëndësishëm, që e bën njeriu të veçantë. Këta që zgjinojnë, nuk kanë shpi kurgju këta, ngomni, veç t'jena të qartë, këta që nuk zgjinojnë, nuk kanë shpi kurgju. Këta veç që në metë nivelin e këtë gjallësav. Adin nuk ka nevoj me rejgjëks. Ai që së është zgjinushëm, ai veç e vazhdon trendin e krejt gjallësave të rëndëmta. Ai që agjeron, ai ka pru diçka të re. Ai ka dhonë njeriut një epitet që nuk e kanë gjallësa, i ka dhonë i veçanti. Do me thonë, vetëm njeriu, me vullnet, pa instinkt, me vullnet, me bindje, me dëshirë, jo me zorë, s'ka në gjinim me zorë, vetëm njeriu me vullnet, me besim, ka aftësi me hjek dorë, në një interval kohor gjatë ditës për ushqimeve. Kjo është një realitet i rëndësishëm të Ramazani. E treta, Ramazani, po na tregon neve një realitet që ushqimi, pija, edhe knatësit intime, bashkëshortore, nuk janë qëllim njët, janë mjete. Na nuk jetojna për me hangër, na hajna për me jetu. E cilë synim është jeta, është realizimi jetës, është realizimi me këmsis në tokë, është misioni ju në tokë, e për me realizu që du të me hangër se vdes. Ushqimi është mjet, nuk është qëllim. Edhe e funit e 4-ta, kur njeriu nuk ka me arrit me hin dimenzione më të larta nëse nuk përkohësisht nuk hjek dorë pe dimenzionit pe trinomit ushqim